Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam gatuar një supë që është shumë e shijshme, nuk e di si quhet në vendin tuaj. Ne e quajmë thjesht mish viçi me kos dhe hudhër. U bë kaq e mirë, e shijshme dhe të gjithë e pëlqyen në tryez. Qëndroni me mua ta përgatisim së bashku. Në një tenxhere do shtojmë 20 ml vaj ulliri dhe 20 gram gjalp. 1 kg mish viçi pa kock, i ndarë në copa. Do ta skuqim. Nëse dëshironi të shmangni gjalpin, mund ta skuqni thjesht me pak vaj ulliri, por gjalpi jep shumë shije. Pasi ka skuqur, do shtojmë krip, ujë dhe do ta vendosim të ziej. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Gjithashtu ju ftoj të ndiqni recetat në kanal dhe në fund të videos gjithmonë shfaqen recetat më virale dhe më të pëlqyerat nga ju. Ndërkohë që mishi zihen, do skuqim 2 lugë të mëdha miell gruri derisa të marr pak ngjyrë, duke e përzier vazhdimisht në mënyrë që të mos digjet, sepse atëherë do ta humb totalisht shijen që ka. Ndërkohë në një enë do shtojmë 200 gram kos, 2 lugë e miellit që sapo skuqëm, hudhër, piper të zi dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Gjithashtu edhe emrin e recetës, nëse keni një emërtim të veçantë, na i shkruani në koment. Pasi mishi ka zier, lëngun do ta shtojmë tek masa që përgatitëm me kos, duke e përzier dhe do t'i bashkojmë bashk. Do t'i përziejmë, ndërkohë në një tigan të vogël do tresim pak gjalp me spec të kuq të ëmbël. Nëse dëshironi specin të jetë pikant, mund ta zgjidhni sipas preferencave tuaja. Ne nuk e preferojmë specin djegës, prandaj dhe gjithmonë gatuaj me spec të ëmbël. E tresim pak sa merr atë aromën e këndshme, por pa e djegur, keni kujdes këtu. E shtojmë në tenxhere dhe e gatuajmë për 2-3 minuta maksimumi sa të trashet masa dhe pastaj e keni gati për ta shijuar. Siç e patë, është shumë e thjeshtë dhe ju siguroj që ka një shije fantastike. Jam e bindur që do të bëhet e preferuara juaj. Mua ma pëlqyen të gjithë dhe në pjatë nuk la askënd asnjë lugë. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.